Ushtria gjermane ka dërguar sot me 15 janar formularet e parë në adresën e të rinjve dhe të rejave për shërbimin ushtarak në Gjermani sipas ligjit të ri i cili është miratuar vitin e kaluar 2025. Shërbimi ushtarak në Gjermani tani për tani do të jetë vullnetar, por ekziston edhe mundësia që ligji të ndryshohet në qoftë se nuk paraqitet numri i mjaftueshëm i të interesuarve për shërbim ushtarak vullnetar. Këtë vit do të dërgohen formularët në adresat e rreth 700.000 të rinjve dhe të rejave të lindur në vitin 2008 e që këtë vit parashikohet të përfundojnë gjimnazet apo shkollat e mesme. Të rinj duhet patjetër të plotësojnë këtë pyetësor, pra meshkujt, ndërsa të rejat mund të plotësojnë, por nuk janë të obliguara. Në këto dokumente ata duhet të shënojnë të dhënat e tyre personale si dhe motivimin eventual për shërbimin ushtarak. Siç e thash, meshkujt duhet të plotësojnë patjetër këtë formular dhe të përgjigjen në pyetjet e shtruara, ndryshe do të penalizohen, ndërsa femrat mund ta plotësojnë formularin, por nuk janë të obliguara. Në këto dërgesa me postë të rinj do të marrin jo vetëm pyetësorin, por edhe një broshurë ku jepen shpjegime juridike për mosplotësimin e pyetësorit. E këto dokumenta dërgohen edhe me internet. Më pas bëhet rekrutimi i atyre që janë të interesuar për shërbimin ushtarak, e kjo do të ndodhë në disa muajt e ardhshëm, pra gjatë këtij viti kur do të fillojnë shërbimin ushtarak gjenerata e parë e atyre që duan të shërbejnë siç thuhet vullnetarisht. Por Ministria e Mbrojtjes dhe Qeveria Gjermane parashikojnë që Gjermania të ketë ushtrinë më të madhe konvencionale në Evropë me rreth 260.000 ushtar. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ushtrisë gjermane i duhen edhe rreth 80.000 ushtarë të rinj, sepse tani ajo ka diku rreth 182.000 ushtarë. E nëse nuk paraqiten pra 80.000 ushtarë të rinj që janë të interesuar të shërbejnë ushtrinë vullnetarisht, atëherë është e mundur që Bundestagu gjerman të nxjerrë një ligj tjetër ku do të parashikohej edhe shërbimi ushtarak me detyrim. Por kjo me siguri që nuk do të ndodhë këtë vit, sepse ky është viti i parë kur do të dërgohen pyetësorët dhe do të filloj shërbimi ushtarak vullnetar, ndaj mbetet të shihet si do të zhvillohen gjërat. Ndryshe, shërbimi ushtarak në Gjermani është miq të dashur me pagesë prej rreth 2.600 euro në muaj për ata që shërbejnë 6 muaj, ndërsa për ata që shërbejnë 12 muaj do të ketë edhe pagesa të tjera financiare, siç është për shembull financimi i patentës së shoferëve e tjerë. Por me rëndësi është pra që sot me 15 janar ka filluar procesi i dërgimit të dokumentacionit e në muajt në vijim do të shohim se si do të zhvillohen gjërat. Ndaj, nëse doni abonohuni në kanalet e mia dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video sepse me siguri që ka edhe shumë të rinj shqiptar që jetojnë në Gjermani dhe janë të interesuar për këtë temë. Faleminderit dhe mirupafshim.